seancës konstituive. Kështu që skenari ka qenë i qartë para zotrit Dehari, aje ka pos veç një puna dit, veç me lexu që ai ka shkru kuvendi i sekretariati i kuvendit të Kosovës, mirë po si në seancën e parë kur ai vendos që t'i dërgoj letër presidentës, gjë që prap ishte t'i kalimi kompetencave të tij, si në rastin e dytë kur ai nuk e lexon skenarin, madje çka ka qenë shqetësuese për mu është që përveç që nuk e lexon skenarin, lëshohet edhe në etiketime duke e cilësu si fenomen i pa precedent, gjë që nuk i takon për arsye që ajo pozitë është aty veç për shkak të moshës së tij, jo për shkak të besimit të deputetëve që ja kanë ofruar atij si kryetar i kuvendit. Nuk i ka taku Deharit të lëshohet në këto diskursi? Jo, absolutisht, përkundra se është ndaluar e ki skenarin e qartë, çka dush me vepru nëse e udhëhet seancën si më i vjetër ose si më i riu, për arsye që nuk jeti kryetar i kuvendit me ulshu në komente e as me i ftu partitë politike për me dialogu. Detyra e deputetit më të vjetër në seancën e parë konstituive është me lexu skenarin e sekretariatit të kuvendit. Krejt puna e tij që ka qenë me hudh prap në votim. Po, sa për kontekst në atë skenar shkruhej që të hudhet votim raporti për verifikim të mandateve dhe të numroshin votat për kundër dhe abstenim. Ai vendos mos me u hudh fare në votim, gjë që është skandaloze, mirë po kjo është, nuk ka qenë asjona për ty nësi në herën e parë, asë në herën e dytë, nuk kanë qenë gabime teknike, kanë qenë të menduara politikisht edhe të shtyrë, do me thonë zotri Dehari është i përdorur prej lëvizjes së vendosje, për me fitu kohë... Në çfarë aspekti u përdor? është përdor për me fitu kohë, për me bo pazare politike. Dikush i ka thonë Deharit ndërpritë seancën? Absolutisht po. Për arsye që zotri Dehari ka pos në tavolin letrën se çka du të me bo. Do me thonë ajo ka qenë veprimet e tij kanë qenë politike për me fitu kohë për pazaret e ardhshme politike të lëvizjes së vendosjes, për arsye që lëvizja e vendosjes nuk i ka numrat as për me bo qeverinë, as për me caktu kryetarin e kuvendit. Dhe për më tepër në seancën e dytë, në tentimin e dytë, nuk u procedua as votimi për dallim prej herës parë të martën. Nesër apritni që të paktën të hudhet në votim, ose ai raport i vjetër, ose të krijohet një raport i ri me një komision që i verifikon mandatet megjithatë. Unë mendoj që është domosdoshme të hudhet në votim, për arsye që nuk ka asnjë arsye pse mos me u hudh në votim, arsyeja pse ne po mblidhemi nesër dhe pse ne jemi mbledhur para 48 orëve, ka qenë e qartë votimi i raportit. Nuk ka asnjë arsye për mos me u hudh në votim. Edhe është jashtë çdo logjike nëse prap nuk hudhet në votim ky raport. Po, për këtë raport të mbujitet shumicë e thjeshtë, do të thotë shumica e deputetëve që janë të pranishëm në sallën plenare. Në herën e fundit, dje, pati numra lëvizjave të vendosje për ta kaluar, por aktorët të vetëvendosjes thanë që duhet unifikimi grupeve parlamentare që të konstituohet kuvendi. Prap edhe kjo është në këtë rast nuk kemi unifikim të qëndrimeve. Prap edhe kjo është një arsyetim i tyre, për arsye që lëvizjet e vendosjes nuk i konvenon betimi i deputetëve as me 52 vota, për arsye që nëse përfundon procesi i votohet raporti i verifikimit të mandateve, ne kalojmë në fazën e dytë ku fillon afati për kryetarin e kuvendit. Pastaj këta prap kanë me hyjë në një bllokadë tjetër se nuk i kanë